Po ju e dini shumë mirë. Po jap një fakt fare banal. Ju mbani mend Ministria e Shëndetësisë, ishte një ministri, ju e mbani mend ka qenë atje përballë Ministrisë jashtme, një korpus, një ndërtesë me 4 kate, ku në të cilën e rikonstruktuar, ku punonin, ku ishin servat, ku punon një kolektiv i tërë, një ministri e cili e kanë marrë dhe ka reduktuar një katë gjysmë atje tek rruga e Kavajës, pra për ta nuk është prioritet financiar. Është prioritet vetëm për parat që kaq duhet grabitet. Dhe kaq, ju e keni parë. Bën edhe në një spital që bën u digjen u marrin flak. Tërë ditën marrin, rreshtojnë, i veshin me uniforma, bëjnë sikur bëjnë mbledhje me këta të urgjencës. Ju e mbani mend se si funksionoi sistemi në kohën e pandemisë, ku u shpartalluan dhe nga ana financiare, po jetët e njerëzve me mira e mbi 2 milionë shqiptarë u infektuan dhe s'merrin ndihmë asnjë, e u kujtuan të bëni sikur do t'i rimborsonin, nuk i rimborsuan në mënyrë qesharake, doli mbi 250 milionë euro nga xhepet e shqiptarëve. Kjo është shëndetësia e vërtet. Kjo është realiteti. Nuk ju e keni parë që ndodh në onkologji. Po nuk është vetëm onkologjia. Onkologjia është një dramë e madhe dhe është ngritur me drejt, nga kolegët tuaj bile është ngritur. Por keni gjithë sektorët e tjerë që vuajnë këto gjë. Do ju shikoni pra një urgjencë që nuk ka EKG. E di që është aparati EKG-s më, zotëri, në kohën e sotme. Po është aparati më i rëndom të detektim të vlerës financiare, vlerë miksore ka shumë, të ndihmon të smurin patjetër. Po nga ana vlerë financiare nuk kushtojnë asgjë. Po s'ka në pse të mos punojnë. Pse të jetë ky ndihmë? Sepse është një organizim total. Në dorën e kanë klientët e qeverisë, e kanë këta vetë që qeverisin nga zyra e kryeministrit kush do marrë këtë lek, kush do ta shpërndajë këtë lek, dhe mjekësia e vërtet për qytetarët ka vdekur. Kushdo që ka iluzionin që do vazhdoj do vazhdonte të bënte gabimin e jetës, të votonte Edi Ramën, votonte këtë donte, po jo Edi Ramën, praktikisht duhet kuptoj që edhe elementet thelbësore bazik, shëndeti parsorë, pra mjeku familjes aty ku është, kujdesi në sa marrë për qytetit, të cilat edhe filtrojnë mbi ngarkesat njerëzore, e tjera, ju keni parë se çfarë ndodh në urgjencën pediatrike. Po të shkojnë kolegët tuaj të shikoni batëdi tjerë, me qindra fëmijë njerëz që u bie edhe mas 8 orësh që të marrin ndihmë mjekësore, jo për fajt mjekët. Absolutisht s'kan fajt mjekët, absolutisht. As infermierët. Po është një sistem i keq organizuar kryqe themel. Ne keni parë çfarë konstatimin. Gjithmonë kapacitetet fidalore gjithmonë shumë i paksojnë dhe gjithmonë shumë vijnë të smur, të cilët nuk kanë vend ku të shkojnë në spitale. Kjo është historia. Pra një shëndetësi që shkon drejt shkatërrimit dhe agjësimit, dhe të agjikundit. Sepse këta, edhe kur mendimi dhe shqetësimi profesional u vjen në tavolinë, ne kemi folur shpesh herë, unë dhe kolegët mit. Shumë të nderuar. Në lidhur me mënyrën, me zgjidhjet, jarën e ju, ata opozita, se si e gjetëm në shëndetësinë, po çfarë gjetën shëndetësinë këta? Ta gjetën shëndetësinë me një vdekshmëri foshnjore, një shifrore që kishin dhënë shumë të tjerë. E jetën me një vaksinim 99.99% që na kishte dhënë gjithë Europa. Me një sistem parsor që funksiononte gjithë vendit. Kishte probleme. Unë vetë si ministri kam qenë diku si isha i kënaqur kur, por funksionon në gjithë territorin. Me rajonalizim të spitaleve, ku shkuan me financime gjithçka gjithmonë me një sistem referimi që ishte nga më korrektët që ishte parë në historinë e pluralizmit. Pra që e dekoncentronte sistemin, që qytetari merrte gjithmonë më afër ndihmën mjekësore. Ndajte nga çko skaneri shkoi deri në qarkun më të largët të vendit, deri në Kukës, në Peshkopje, ku donin të thash. Dhe çfarë bën? E krijuan kaosin, me mashtrime e shëndetësisë falet, mund të vini ku doni, si doni, dhe shkatruan qësuar, i stresuan mjekët dhe i lanë qytetarët pa ndihmë mjekësore. Cila ka qenë e kundërta që ndodhi? Ka qenë bumi i jashtëzakonshëm i shërbimit privat. Dhe kemi parë, merrni Tiranën, shërbime privat, edhe me shtetër dhe pa shtetër dhe ambulator, është aq i madh në mos më i madh se sa sistemi publik. Dikur 94%, 95% të ngarkesës e merrte përballonte sistemi publik, që ishte aftë ta përballonte, sot është gjysmë për gjysmë. Pse? Pse punojnë gjithë ato struktura private? Po pikërisht se nuk afrojnë këta shërbim. Ja këtë gjetën një shëndetësi që i afronte shumë më tepër ndihmë popullit, edhe qytetarëve, dhe gjithë shëndetësi që nuk afron dot më dhe janë detyruar shkojnë te privatët. Keni kushtedi sa ditë me radhë që shumë analiza nuk bëhen dot. Absolutisht, sigurisht, analizat nuk bëhen dot jo vetëm në qendrën spitalore, por analiza nuk bëhen as për sa i përket sigurisë ushqimore, zoti Vasile, pasi